ti ke administratë. Edhe viti 2013, po ti ishe pra dhe punë s'bëhen kur rotacionet. Rotacionet bëhen kur krijon kushtet normale për zgjedhje, me standarde Kosove. Kush do t'i krijojë pra? Se Rama s'ka ndryshuar për 4 muaj nga 11 maje. Tash kushtet përsëris dhe njerë, qytetarët, edhe ata që kanë çelësin e zgjidhjes së ndër. Se qofse kemi një palë të cilët nuk kanë vullnetin e dur për të krijuar zgjedhje të lira të ndershme, janë qytetarët, pastaj që duhet ta kuptojnë të gjë dhe të reagojnë. Dhe reagimi qytetar ndodh ku ndodh. Edhe ti presionohet gjitha. Kur shkon ta thoma fshet atje, një gjë do të kuptojnë gjithë. Janë vetëm ata, ndërgjegja atyre, historia atyre dhe Zoti. Dhe ti i bën thirrje ndërgjegjes së qytetarëve në këtë rast. Tani çfarë? E tham që në nisje që nuk ka ende një datë për zgjedhjet për Tiranën dhe ka një vendimarrje të rëndësishme që është data 31 tetor, ditë kur Gjykata Kushtetuese do marrë një vendim për shkarkimin e Erion Veliajt. Tani, çfarë po bëjnë partitë politike që po e vazhdojnë fushatën, po e ignorojnë apo po e sfidojnë Gjykatën Kushtetuese me këtë sjellje? Po sikur t'jetë skenari që mund të ishte edhe skenar normale, për aq sa e kemi diskutuar ne këtu me jurist, që Gjykata Kushtetuese mos ta pranojë shkarkimin e Erion Veliajt. Çfarë ndodh pastaj? Ku shkojnë partitë dhe kandidatët dhe fushata? Po ka një skenar B, me informacionin që kam, mund sigurisht merren me një lloj margji me patjetër që nëse kjo ndodh dhe janë përgatitur socialistët për këtë, edhe pse ata janë optimist që kjo të ndodh, pra votimi të ndodh, zgjedhjet të ndodhin, midis datës 7 edhe 14 dhe jo më kot Balla e kishte shkruar këtë te mesazhi. Gerta Menansiliu emërohet ose komandohet kryetari i Bashkisë Tiranës deri në zgjedhjet e tjera, sepse praktikisht nëse ndodh skenari që Gjykata Kushtetuese e hedh poshtë, pra nuk do ketë zgjedhje në Tiranë. Zoja Menansiliu do jetë kryetare e komanduar deri në zgjedhjet e tjera. Nëse ne llogarisim kohën sa mbetet për në zgjedhjet normale, pra në pranverën e vitit 2027, vetëm një vit mbetet pastaj. Nuk ja vlen thua më të bëhen zgjedhje pastaj. 6 muaj është ndaluar, nuk lejohet, apo është kështu. 6 muaj, tani 7 muaj ti nuk do ta bësh, 8 muaj nuk do ta bësh, ikën ajo. Rama mund ta komandoj, po mund ta kishte bërë të zgjidhje Rama, që tani po nuk e bëri se 6 muaj ditë bën zgjedhjet. Me atë që bërin fillim ata ishin të bindur që Gjykata Kushtetuese nuk do mande këtë. Ajo i prishit gjithë ata. Ka dalë nga kontrolli Ramës Gjykata Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese me atë vendim tregoi se ka pole në këtë superpushtet, ka dhe pole që prit se ka dhe mos e bëri për të justifikuar këtë vendimarrje. Jo, ka dhe një variant tjetër Erla që kjo shtyrje deri në 31 që në 31 ta çoj atje ku ishte. Atje ku ishte, po, për t'i dhënë pa kredite vetes si fillim që pastaj ne bëjmë një pengesë, po me 2 javë, me 1 muaj, domethënë po Tirana në zgjedhje do ta çojmë. Ja bëjmë pak gjakun çaj trëndafili, por megjithatë lajmi ditën e sotme është që Veliaj mund të dalë nga burgu në datë 31 tetor dhe të marrë pjesë në seancën e Gjykatës Kushtetuese. Ka drejtë në vetë ai? Duhet marrë si çdo ajo është drejt elementare, mos e bëjë refuzuar nga këshilltarët e vet. Po, dakor. Ne opozita arritëm në pikën që do të ngriheshim zërin tonë për të bërë drejtë e Veliajt. Protestuan 44 protesta që ai largohet. Apo do të punë të zbatimi i Kushtetutës. Dhe të drejtat Kushtetutës çdo individ nuk ka më flamuj politik. Kjo është një drejt Kushtetutës që ai të dëgjohej kudo. PS-ja është e përgatitur për një skenar B që edhe mundet që Gjykata Kushtetuese. Në këtë linjë kam dyshimet e mia, do jemi pa qartë, në kuptimin që mund të jetë gjitha kjo dhe një lojë. Edhe ai mesazhi i zotit Taulant Balla mund të jetë thjesht një diversion. Mbetet e hapur, duhet presim diversion për çfarë? Po ja, për të mbajtur familjen, për struktura, për kundërshtarë. Ata janë specialista, nuk janë socialistë. Po nëse ne jemi thjesht një 15 sekonda, jemi në fund. Po, jemi në fund. Ne ditën e njëjtë bashkë me pensionistët protestojmë tek parlamenti në orën 10 për shumë çështje. Përpara seancës parlamentare. Po, për çështjen e pensioneve, të minimumit jetik, kosteve të jetesës dhe statusit minatorit. Kështu që gjithë qytetarët që fton qytetarët e doja si mesazh në këtë tubim të rëndësishëm. Okej, Barbara, ta mbyll me ty? Më thuaj, po. Jo, e doja një përgjigje nëse PD-ja është e përgatitur për një skenar të PD-ja. PD nuk e di. Ndjes. Nuk ka problem. Jo, kam lënë. Shikoj se është zakonit. Kjo është gjë më e bukur e këtij misioni, Kjo është fantastike. Po jam bashkë për tani. Me këtë mbyllë. Nga dëshira ime e madhe që ta shoh. Mbyllë, ta mbyll me Barber. Po donin të ishim me PD, nuk do ishim larguar nga Partia Demokratike. Jo, e di. Kemi partinë tonë edhe unë jam krenar për rrugtimin që kemi bërë si Partia Mundësia. Gjithsesi për sa i përket këtyre zgjedhjeve,
normalisht këtu aktori kryesor ngelet e Dirama, duket sikur këtu ka vetëm një person që merr vendime dhe që vendosë do bëhen zgjedhje as do bëhen zgjedhje. Ti nuk e di tani sa do funksionoj gjykata kushtetuese dhe është një moment faktikisht pasigurie, po them, por mendimi im personal është që zgjedhje duhet bërë sepse se Tirana ka nevojë për një kryetar legjitim. Jo vetëm ajo, po kemi një kryetar që është në burg, zgjedhjet duhet ishin bërë edhe me kohë më parë, pra janë të vonuara. Që nuk mund të shtuhet. Kjo zgjatja e kohës. Edhe një diktator si Edi Rama nuk mendoj që do arrijë aty sa ta anullojë zgjedhjet për Bashkinë Tiranë, ndërkohë që kryetari i bashkisë është në burg, domethënë, kjo do ishte mendoj, këta kanë kontribuar herë pas herë në vrasjen e demokracisë, kështu që kjo do ishte një ekzekutim kjo zgjatja e kohës, kjo shtyrja e zgjedhjeve nga 9 nëntori në dhjetor po u bën. Ka avantazhon? Avantazhon kandidatin që ju mbështesni Binajn apo PS-n? Se kam dëgjuar shumë zëra, po tani se këtu ka shumë konspiracionist në këtë vend ku jetojmë, kam dëgjuar shumë zëra që është vetë Rama e ka kërkuar kushtetueses që t'i shty zgjedhjet se që të fitoj pak më shumë kohë për të punuar për Ogerta, Manastirliun. Shiko, parimisht ditën që u shty në zgjedhjet. Shtyrja vetëm Binajn favorizon. Favorizon Binajn më shumë. Okej. Mendoj varet se si e shfrytëzon. Domethënë kjo është një shtyrje që është bërë për gjitha palët e para. Unë fakt do doja që zgjedhjet ishin bërë me datë 9, sepse edhe entuziazmi për zotin Binaj, unë kam parë që ka qenë i madh, ka një kthim shprese për të. Edhe ndjej edhe me njerëzit që flas, edhe mbi të gjitha ka një gjë, e besojnë që mund të fitojë. Pra, për herë parë pas shumë kohësh kemi një kandidat që vërtet beson që mund ta mundi Ramën edhe qeverinë e tij, po them atë të çfarë perceptoj unë, kështu është perceptimi im. Kur dalin sondazhet do flasim prapë. Kështu ka një besim, paktën tek njerëzit që unë takoj që zoti Binaj edhe mund të ka sondazhin të prekur në terren, Barbara. Se nuk thash sondazh tjetër. Në këtë Marko Dajti do jesh. Në këtë aspekt mendoj domethënë që një ndryshim ka, por ai duhet ta shfrytëzoj zoti Binaj. Dhe ka filluar ta shfrytëzoj sepse edhe pas një datë zgjedhjesh ai po lëviz me rrjetet sociale, me takimet me strukturat, me partitë e tjera, e me radh. Tani ai thjesht pra nuk po rri duke pritur vendimin e kushtetuesës po lëviz. Sepse absolutisht domethënë socialistët nuk do ndalojnë, kjo nuk ka dyshim. Por edhe zoti Binaj këtë shtyrje duhet ta përdori për veten e vet më mirë. Por shpresoj që ky entuziazëm që është për të që u krijua, që kur doli si kandidat për zgjedhjet e 9 nëntorit të vazhdojë deri kur të jenë zgjedhjet, edhe nëse janë në 14 dhjetor, dhe jam e bindur që është një djalë që është në gjendje të mbajë njerëzit entuziastë rreth vetes. Okej, mirë, Barbara, gjithsesi ju uroj suksese. Do presim datën 31 tetor tani, se çfarë do të ndodhi. Nëse ka një vendimarrje që në datë 31 apo nuk i dihet, gjithsesi suksese. Do takohemi sërish kur fushata për Tiranën ta ndezi motorin mirë, jo si tani. Dori, shumë faleminderit që ishe sot këtu me mua. Unë shumë që ti jesh ato panelistët që bëni debatin për Tiranën. Po, do doja shumë në fakt, do doja shumë. Tiftoni kandidatët, Qori ishte i pari që i sfidoj. Kush t'ju vi, vendosim aliket. Është thash diherë, për mua debati duhet fokusuar të dy kandidatët kryesor. Nëse nga pra ju s'dini me Qorin, do doni vetëm Ogertën përballë. Shikoj, çaj do flasim realitetin apo do flasim? Po i thonim natën e mirë një gjë është sigurt, një gjë është sigurt që zoti Qori do dalë, po para Marko Dajtit do dalë nga. Para Marko Dajtit, po pse ngacmon tani? Dy kandidatë të tjerë. Janë para se surpriza, surpriza e zgjedhjes. Apo kështu tha dhe 2023. Qesh mirë kush jesh i fundit, janë qesh mirë kush jesh i fundit. Unë kam bërë, shikoj pas dhe me zoti Qori. Do fillojmë nga fillimi tani tjetër, pas ka erdhur apo thoshte natën e mirë. Thirrja personale ka qenë sikur të 3 vota profesionale. Edhe regjia po të duar troket janë, se me zi presin ta mbyll. Bashkohet 3 vota, 5, ai sa keni. Mirë. Ti bëjmë der ndryshimin e Tiranës, ta mundsojmë akoma dhe më shumë. Si the historia ka shumë rëndësi, unë për shembull nuk harroj 21 janarin, meqenëse. Na kthyet tani, na çuat shumë. Jo, me ju e kam tani, kurse se ka kuti e votimit ka histori. Personalisht janarin ti. Unë nuk harroj për vete. Po ju e disha jeni brenda për të marrësh me radhë. Presim Dori. Ha vazhdo. A kupton? Presim. Nuk e mos na e ktheni emisionin në fillim se e mbyllëm praktikisht. Faleminderit që erdhët natën e mirë. Ju morët atë shpatën e Dori në fillim. Falenderoj. Janë shumë faleminderit. Faleminderit. Dëgjoj, nuk e keni debatin me lëvizjen bashk, Dori, fokusojeni energjit kundër PS-s. E thënë gjë shumë drejt, se kemi debatin me ta. Po pra. Debatin e kemi, kandidatët. Fokusojeni aty energjit. Natë e mirë, takojmë nesër. Faleminderit.